Përshëndetje miq të Antena TV, rikthehemi sërish sot me një temë ose më saktë me zhvillime krejt interesante. Ditën e djeshme prekëm pak temën e më saktë intervistën e fundit të katërt të zotit Arben Ahmeta, i cili u rrëfye të paktën ndër të tjera përveç kalvarit që kishe hequr nga jo vetëm nga drejtësia, por dhe nga kontingente të cilët ai pretendon sipas akuzave të djeshme se kanë tentuar t'i dëmtojnë qoftë lirin, por dhe jetën atij dhe familjes së tij, kanë tentuar t'i marrin peng, mos gaboj, një nga fëmijët, ose më saktë kanë kërcënuar për t'i marrë peng familjen, kanë kërcënuar atë dhe familjen e tij për shkak të publikimit të aferave të qeverisë. Këto janë pretendime e zotit Ahmeta, të cilët i bëri ditën e djeshme përballë gazetarit Çim Peka në Syri Televizion. Kjo është një intervistë, sikurse e din të gjithë, nga njishtet, pra nga ratia e zotit Ahmeta, pra sepse Spaku prej më shumë se 2 vite e gjys e kërkon të jap llogari për akuzat që kanë ngretur ndaj tij, jo vetëm për dosjen Buka, por edhe se për incineratorët nuk e di, nuk e kanë bërë pjesë, pavarësisht se e kanë ndarë me fraksion. Sipas zotit Ahmeta, ditën e djeshme, ai tregoi që ajo që se do fusi çik Ermanin, se kam dhe Ermani, jo, du ta bëjmë direkt e debat, nuk dua të rrit se bëjmë atë historinë, se duke sikur konsumojmë te mase. Ani për debat jam gati, fol. Jo, ideja është, maj sa ndoqa në 3 orë intervist, për post dosjeve, për cilat do i diskutojmë, mund ta bëjmë dhe një cikël tu, dosjeve që ka prezantuar zoti Ahmeta, pra aferat e qeverisë ishin mos gaboj. Me dosje mirë, ti e di. Po s'ka rëndësi, mund duhet ekspertiza jote se si mendon për atë që mund të publikojmë. Po ka rëndësi, nuk do bëjmë, as ne s'bëjmë analizë, as kemi pse akuzojmë, ne bëjmë një lloj, si thuash, panorame ose më saktë logjikimi të fakteve apo indicjeve që ka denoncuar Arben Ahmeta për shkak të aferave që ndodhin në Shqipëri. Ajo që unë dallova dje Ermal, ose që desha me shkëput nga ajo që unë deri më tani e them her pas here, dhe që e kam bërë shqetësuese, e bëri dhe kryeministri, pavarësisht se për zotin Ahmeta ai është shprehur ndryshe. Pra, kur ka ardhur puna e paraburgimeve, Rama ka qenë okay për kur erdhi puna tek zonja Balluku, po nuk i fer ka qenë okay që paraburgimet janë po abuzohet me masat e arrestit nga prokuroria e posaçme, pra kur erdhi puna te zonja Balluku, po kur ishte te zoti Ahmeta, ishte po Rama, se le ta heqim këtë tani, mos tregojmë as naiv, por dhe të padrejt përballë publikut, që themi se nuk ishte Rama që e lëshoi mandatin e zotit Ahmeta, sikurse dhe zotit Berisha, që përfundoi në arrest shtëpie për shkak se nuk ju bind masës parë. Ndryshoni çik dinamika me zotin Berisha, me zotin Ahmeta, me thënë drejtën, sepse nuk ju bind masës parë zoti Berisha, pra detyrimit paraqitje dhe marrjes së pasaportës derisa e çojnë gjykatë kushtetuese, dhe kjo tjetra ishte masë shtrënguese, sepse zoti Berisha nuk paraqitej fare spak, sepse pretendonte se duhet kalonte përmes kuvendit thirrja e tij në prokurorinë e posaçme. Kurse në rastin e zotit Ahmeta, me dhënë që është i vetmi rast i një zyrtari të lartë brenda institucionit më të rëndësishëm, pra qoftë parlamentit, po dhe kryeministrisë, se ka qenë zëvendës kryeministër zoti Ahmeta, i cili është hequr mandati në mënyrë që ai të përballej me drejtsinë, sipas variantit arrest me burg që Rama denoncon sot, apo s'është kështu. Dhe më fal, ta them dhe këtë faktin tjetër dhe do ta lej të komentosh. Dhe shqetësuese është ajo që unë e kam thënë prej shumë kohësh dhe vazhdoj ta them, e kam thënë dhe para se të lindte prokuroria e posaçme, sepse shumë ka qelluar profesioni edhe puna për ta bërë, se zoti Ahmeta, pavarësisht se për sa që e kuptojnë, sa se kuptojnë, ose nuk u duket interesante si fakt, është se mos gaboj, zoti Ahmeta është masa për
arrest ndaj tij nga prokuroria e posaçme është dhënë me datë 20 korrik 2023. Pra kemi më shumë se 2 vjet e gjys, 2 vjet e gjysëm, që prokuroria posaçme ka marrë një mas arresti me burg për një zyrtar të lartë dhe ka 2 vjet e gjys që dosja e zotit Ahmetaj, sikurse tha zoti Ahmetaj në intervistën e dieshme, nuk ka shkuar në gjykim ende. Pra, këta prokuroria posaçme u duan 2 vjet e gjys për ta çuar një dosjen për gjykim. Në rastin konkret, po vetë zoti Ahmetaj, ma le të ta bëj një panoramë. Po nuk po them asgjë, po flas. Që se janë ca gjëra që ndoshta në rastin konkret për shembull të zotit Vejlijaj, se tha zoti Ahmetaj përmendi që ma bën arrestin, ma dhanë me urgjencë për 1 muaj, ndërsa masën, si me thënë prokuroria posaçme, ndërsa hetimet vazhdojnë prej 2 vjet e gjys dhe çështja, procedimi vazhdon prej 2 vjet e gjys, më saktë, dhe çështja nuk ka shkuar ende në gjykatë sepse prokuroria posaçme nuk mundet ende të provojë akuzat për korrupsion dhe pastrim parash ndaj meje. Po e zëm se kjo është pretendimi i zotit Ahmetaj, që prokuroria posaçme nuk i provon dot. Unë po them se mund t'i provoj prokuroria posaçme dhe ka drejt dhe zoti Ahmetaj që edhe më mos e provoj. Po është alarmante që 2 vjet e gjys, një zyrtar i lartë të ri të presin në burg, një procedim penal ndaj këtij dhe të mos nisi akoma gjyqi për cilën do duhen ndoshta edhe 2 vjet e gjys të tjera. Pra, për të përfunduar një gjyq penal ndaj një subjekti që mund mos ketë faj. Le ta marrim Jo, të dy anët. shiko, më lejon. Po, patjetër. Ka që isha pas sa Shiko, do të them vetëm diçka. Kurse për Vejlijaj e çuan për 1 vit. Do të them vetëm diçka. Në qoftë se ne marrim në analizë mënyrën se si ka proceduar, s'paku ne mund gjejmë gabime në anën proceduriale. Por çfarë ndodh? Ne tashmë jemi në një situatë sui generis. Dhe është një situatë e jashtëzakonshme për Shqipërinë për 35 vite. Dhe mënyra se si Ahmetaj e përdor narrativën në opinionit publik është pikërisht sepse Ahmetaj do të tregoj vetëm gjysmën e të vërtetës. Se nuk dua të përsëritem shpeshherë në atë se çfarë diskutojmë apo çfarë flasim. Pra, çfarë ndodh? Në çast se gjysmë e vërtetës. Pra vetëm çfarë ndodh Ramës dhe jo çka ka ndodhur në kohën kur ka qenë ai me Ramën. Pra kur ka qenë bashkëpunëtor. Jo vetëm kaq që ka qenë bashkëpunëtor. Por ekziston edhe kjo që ky është, jo, jam dakord, por pretendimi i atyre që kanë ndjekur zotin Ahmetaj ose opiniorit publik, ose edhe atyre ka qenë edhe kjo pjesa tjetër. Po, sepse Ahmetaj tregon vetëm pjesën që intereson Ahmetajt. Po sepse i pretendon se është i pafajshëm tek pjesa tjetër. Sepse nuk kam parë në një njeri që t'inkriminoj veten. Që të thotë unë edhe ata kanë këto pentitët e drejtësisë, që e kam bërë unë, po në emër të filanit. Po në emër, po prap nuk thot e kam bërë me vetdije, e thot ja delegon tjetrit. Vetëm në një që akuzot me dënim që, po dhe ai që akuzot që ka bërë një vepër të rënd momente, thot ishe gjangëzet, para drejtësisë në përgjithësi, gjithë e thonë nuk e bëra unë. Tonë gjenë një arsye për të ulur dënimin apo për të ulur peshën e fajt, base pjesa që përballesh me burgun, mbase tram dhe fillon reflekton që ore 1 sekond se mund të kisha bërë diçka më mirë. Ahmetaj nuk tregon as bashkëpunimet që ka pasur me aktorë të opozitës. Ahmetaj nuk tregon as sistemi si ka funksionuar ky sistem anëri. Ahmetaj tregon vetëm pjesën e vet. Ne kemi diskutuar këtu bashk dhe prandaj do e kaloj këtë pjesë vetëm ne kemi diskutuar bashk. Të kam thënë ti di qëndrimet e mia për Vejlijajn. Kam thënë që është bërë gabim që u morën me familjen? E ma ke thënë, po nuk jam me fjalë. Jo, po them çfarë që doli. Më duk sikur shpreha që ka unë gabim. Ma ke thënë, po e kam fjalën që fakti që u morën me familjen. Një sekond që doli informacioni, që doli informacioni. Që doli informacioni. Po këto po them që doli informacioni. Aty ishte çështje PR-i pastaj. Dakord, ishte gabim. Ore ishte gabim. Për treguar se ja këta kanë blerë 800.000 euro mbathje, imagjinojnë çfarë kanë bërë lekët e tjera. Çështja që ndron. Neve dim vetëm 1/10 e asaj që ndodh sot në Shqipëri, mbas edhe 1/10 të shumë.
një situatë jashtëzakonshme ka dëme kolaterale. Zoti Ametaj, duke qenë pjesë e kësaj situate të jashtëzakonshme, do të ketë këto dëme kolaterale, të cilët duam ne nga jashtë, duam ne nga jashtë, i shikojmë ne nga jashtë, nuk i shikojmë ne nga jashtë, do t'i pasoj. Është njësoj si në një luftë, kur dy shtete ju në një luftë, do të që vriten të pafajshëm. Nuk po them në asnjë moment që këtu po bëhet e njëjta gjë, por çfarë ndodh? Zoti Ametaj dhe çdo njeri që tenton të marrë përgjegjësi, se ne e di si flasim Andri? Jo ne, kuptimin ata. Ata flasin sikur në Shqipëri ka ekzistuar ligji dhe këtu ka funksionuar drejtësia gjatë gjithë kohës ka qenë funksionale. Këta kanë respektuar, kanë qenë njerëz të drejtave të njeriut, kanë mbrojtur kauza, nuk ka shkelur kur mbi tjetrin, nuk ka shkelur kur mbi qëndrimet e tyre apo të kenë bërë mëkate politike. Këta që ne sot analizojmë nuk janë puritan. Dhe mbi këta që nuk janë puritan, ne nuk mund të përdorim as filozofi apo shprehje të cilat lini nga filozofia e së drejtës për të parë dhe për të shikuar që këtyre po i bëhet padrejtësi. Ne mund të themi aty ku Spaku nuk ka vepruar mirë që është kjo gjë. Por Ametaj në optikën time, Anëri, të gjitha këto informacione që ka, se do ishte mirë t'i dorëzonte në Spak. Ka publikuar apo i denoncën? Po, është ndryshe se e di çfarë ndodh, është si puna e Gazmend Bardhit që vajti në Spak e thritën për vllain e Olci Ramës, pastaj tha, unë me të dëgjuar në media kishe se unë nuk e kallëzova vetë atë shko, kallëzoi vetë mba përgjegjësi vetë. Ai nxori dokumentat, nuk e rëndon më shumë se kallëzimi i rem se sa akuza që ka Ametaj nga Spaku. Në sensin nuk e kam kallëzim të rem, e kam sensin që duhet shkoj përballë. Tani ç'a ndodh? Sot kemi kryeministin Rama. Kryeministi Rama në optikën time ka zgjedhur një diversion mediatik për të zhvendosur vëmendjen nga ato se çfarë thot Ametaj. Ametaj dije me të mirat atë qijat e veta, i tha ca, në sensin jo që ne nuk i dim, por tha disa deklarata prapë të forta që qarkuj Durrësit dhe ishte afruar në një gjuhë akoma më të egër, kur Rama nuk e përmendte fare dhe thoshte kreu i narkos. Ç'a ndodh? Sot Rama ka zhvilluar gjithë diskursin e vetë për të sulmuar Blendi Fevziun. Po pse e ka bërë Rama në optikën time këtë gjë? Jo se është kujtuar për të sulmuar Fevziun apo se ai Rama shqetësohet nga emisionet që ndodhin në Shqipëri. Unë mendoj që Rama midis dy emisioneve që ndodhin dje, që bëri emision Zoti Fevziu dhe emision ish zëvendësi i tij Ametaj me gazetarin Qimpeka, Ramës si intereson që të kaloj opinioni publik tek Fevziu. Fevziu bëri një deklaratë që ministrat janë në udhëtim, ministrat e tij. E shpesh ne kemi parë që ministrat e Ramës për shkak të pushtetit. Deklarata ishte më konkrete, se thoshte që shqetësimi i medias ose të paktën sot është në raport me llogarin që ka një zyrtar, deputet, qoftë ministër, drejtor apo kryebashkiak, t'japi opinionit publik, sidomos në raste katastrofash. Por nuk e lidhim me situatën e djeshme që këta kishin dalë dje, po e lidhim me metodologjinë që përdorin ministrat apo drejtorët apo kryebashkiakat, që në vend që t'jenë prezent në ngjarje ku janë katastrofa natyrore, absolutisht dhe biles kompleksi një zyrtari duhet jetë më pak se sa një si thuash projekt i shkuar keq për fat të tij. Pra ka gjëra që kanë përfunduar keq për shkak të qeverisjes apo menaxhimit të fondeve, absolutisht. Por rasti djeshëm ishte ndryshe. Dhe ajo që pretendon gazetari Blendi Fevziu është se këta kryesisht nuk duan t'ja ndihen fare, e kanë kthyer shtetin një shtet kasetash, kur nuk janë prezent as përballë gazetarëve, as për të llogari, por bëjnë sa lajme sigurisht. Po bëjnë me emisione, mos s'dalin ato. Po s'dalin, është e vërtet, po pra, atë po thoj, që Zoti Rama nuk lejon më të përballet njeri në media, të dalin në media, sidomos
e kanë kthyer dhe pra për llogaridhënie, bëjnë vetë ato kasetat e tyre, thonë të vërtetën e tyre dhe se çfarë mendojnë media ose çfarë mendon opinioni publik, nuk duan të dinë fare. Pra kjo është një gjysmë censure ose një gjysmë e vërtet që thuhet vetëm nga ana e tyre, por nuk ka asnjë raport me publikun për shkak të pikpyetjeve apo tani prit, është dhe kjo tjetra, më fal. Se do ta themi. E tha dhe Fevziu, po e themi edhe ne. Që problemi është se mediat në Shqipëri, flas to kryesorët, jo neve se ne nuk kemi gjë në dorë. Po ato që kanë shikueshmërinë dhe si thua stafin më të madh për të ndjekur gjithë zhvillimet në Shqipëri, e kanë pranuar vetë këtë gjë. Por një gjë është të marrësh një projekt, pra, unë jam dakord që zonja Balluku ose një ministër mjedisi apo bujqësia apo po dëgjon çfarë tjetër ose një kryetar bashkie apo se deputet shumë pak. Por këta që janë Ministria e Linjës dhe kryebashkiakët të dalin thonë për shembull është bërë ky projekt edhe okay, ka stafin e tij, ka atë kamerën e tij, regjistron punimet ose është bërë këtu, janë harxuar kaq, janë dhënë kaq, kjo është një pasqyrë si model llogaridhënie. Po kur vjen puna e katastrofave, kur projektet e tyre nuk funksionojnë, apo kanë ardhur keq, do dalin sërish të japin llogari. Kurse këta i bëjnë bish kësaj gjë dhe janë në avion, më shumë në avion, më fal të mbaroj fjalia fundit, më shumë në avion që tha Fevziu, besoj se ka që janë në avion tërësisht, nuk ishte të bënte vetëm me rastin e dieshëm, që mund të jetë me rastin e dieshëm. Ai tha unë kam disa raste të verifikuara dhe nuk shpifi dhe Rama ju kundërpërgjigj ju mor me Blendi, po ti kur jeti në avion, po Blendi nuk është, e ka ngatruar Blendi sikur është. Jo, po ka diçka. Unë mendoj që Rama e ka bërë qëllimisht, këtu do të qëndroja. Qëllimisht e ka bërë qëllimisht sepse do të zhvendosi vëmendjen nga denoncimet e Ahmetaj. Po s'është, nuk e bën dot atë. Jo, ai kërkon si qëllim dhe ai duke çfarë thuatin, vetëm live i ditë syri ishte diku te 30.000 live në YouTube. Të them diçka. Që ka pa unë një moment 30.000 persona që ndishin. Ja do të them vetëm diçka, Anri. Sot njeriu nga më të ndjekurit në rrjetet sociale është zoti Fevziu. Dhe Rama kërkon këtë lloj mekanizmi për të zhvendosur vëmendjen nga i 30.000 se e ka parë dhe Rama atë. Rama dje mund të kenë ndjekur 100 pekë nga ekrani. Po. Dhe to e kanë ndjekur dhe ka thënë. Ja mbyllën një sinjalin. Po, ma the ti se unë se pash. Po i më hapa për ta parë, se isha kurioz me thënë drejtën, po neti janë se me gati 2-3 minuta i zi ekrani thashë ja pret sinjalin. Çfarë ndodhi? Më pas vetë Rama ka zgjedhur që të përfshi këtë narrativ. Vetë Rama e ka zgjedhur këtë strategji, që nuk vë më dhe nuk çon asnjë prej përfaqësuesve të vet në debate. Madje edhe në vitin 2017-2021, Rama zgjodhi një mekanizëm që përballë deputetëve të PD-s çonte gazetar. Po pra. PD-ja, arriti dhe PD-ja bilestosh se mos dilni më me... Jo, erdhi tani e thanë, po në një farë kohë dilni. Po pra, dilin ata thanë, mos dilni më me gazetarë, se ne llogaridhënien e bëjmë me gazetarë, sikur jemi ne... Sepse tani... Jo, shumë e drejtë me farpike. Jo, unë jam dakord me pjesë. Unë jam, e di pse them është e drejtë tani. Okej, të dali një gazetar me një deputet, dy deputet me 2 gazetar përballë, fund ditës... Po pse, nuk është e drejtë, sepse edhe Partia Demokratike llogaridhënien e ka me qytetarin. E ka me qytetarin. I thotë që ti... Por nëse gazetari vjen me direktiva politike, nuk bën më gazetari më staj. Aman, ku janë këto gazetarë direktiva politike më çfarë? Anëri, dakord, po nëse gazetari vjen të flet si politikan, atëre pastaj nuk ka më aty diferencë. Pastaj ai që është deputet ta përballosh. Jo, po nuk ka për të përballuar. Pra ti po vete në një skemë në cilën ai po ta ngre. Ata njëri tjetër do përplasen për do të përplasen janë në drejtën e vet. Anëri, ne jemi 2 gazetarë sot. Po jo, pra jo. Shive, më fal ç'do të them. Patjetër që jemi 2 gazetarë. Fjala vjen. Nëse ne të dy tani në studio do kishim për shembull ku dëgjon, një deputet Partisë Demokratike Gazbardhin, do kishim dhe Tauland Ballën, po them të dy.
do flisim me njëri tjetrin, ata të dy do përplasin me njëri tjetrin, po ti ke vjetë, jo po Toyota Yarisit, jo po ngjarja në Elbasanit, buta liçe që ti ke thënë atit më ke thënë mua. Po, ti ke thënë Berishës shu, ti ja bëre Ramës shu, jo po diasporën votat ti i manipulove, do të gjonim të njëjtat kaseta që këta ja vënë njëri tjetrit sa herë duan. Më kupton çfarë do të them? Po. Ti ke vjedh votat, ti s'ke vjedh votat. Jo po si kam vjedh unë i fitova, fal një sekond, prit. Jam dakord me atë që thuat. Edhe kjo është e domosdoshme, absolutisht, po është për ata të dy, nuk është për ne. Për ne është që edhe ky të kenë gazetar përballë. Sepse ky nuk mund ta mbasi forcën e tij me gabimet e pra po e marr kotën e marr vesh. Për supozot, Bardhi s'mund ta marri nuk mund ta mbasi forcën apo pozitat e tij apo nivelin ti të antikorrupsionit, fjala vjen apo të bërit të qeverisjes apo të kërkuarit të drejtën këtë vend duke e matur me metrin e Taulant Ballës. Dhe as Balla s'ma mat dot punët e tij të mira që ka bërë gjithë këto vite, fjala vjen, si pjesë e qeverisë Rama, me metrin se Bardhi e ka bë keq në kohën kur ka qenë, fjala vjen, ministër, ose qeveria Berisha, pra 2005-2013 e ka bërë gabim, sepse këto janë përballje kush është më i mirë, kush është më i keq, dhe në fakt në këtë lloj derexheje, në fakt në këtë lloj situate ndodhen edhe shqiptarët sot, sepse kanë ta. Këta raportin, se më kam qenë në studio, po te Fevziu kanë qenë me këtë zonjën. Mos gaboj, kjo e Partisë Socialiste, mos gaboj, apo nuk e di nëse ka qenë zonja Topalli apo Erisa Xhixho, që thanë që ne e kemi, na duan, s'na vinë më këto deputetët, më zonjë, s'ke nevojë, i thash, nuk e mbaj mend cilën nga zonjat, se të vi dikush. Ti në raport, apo me zotin Këlliçi, s'ma e më fare, po si debat që ka do, ti raportin e të vërtetës tënde, e njeriu që mund të bësh gjëra në këtë vend, të jashtëzakonshme ose je më i mirë, e ke me opinionin publik, s'ke punë ti fare, sepse opinioni që të ndjek këtu nga shtëpia, pastaj ngelen debati midis njëri tjetrit. Dhe është debat shterp dhe ngelemi këtu ku jemi, nuk sjell asgjë gjë produktive. Pra, nëse më thu një sekond, nëse përballet Bardhi me Taulantin, Gazi me Taulantin, Berisha dhe Rama janë po prap aty. Më kupton që dua të them? Nëse përballet, prit një sekond, më fal, vetëm të t'jap dy pika. Nëse përballet Taulanti me Bardhin, po të them, Berisha dhe Rama janë po prap aty. Thjesht do përballen kush është më i miri apo më i keqi. Nëse përballen Taulanti dhe Bardhi me gazetarët, as Berisha as Rama janë aty. Më kupton që do të them? Të kuptoj unë dhe unë të thash që kjo në qoftë se bëhet, por në qoftë se gazetarët marrin direktiva politike, po them, atëre bie unë ta thash në këtë kauzë, jo kur janë dy gazetarë cilët kanë qëndrimet e tyre, atëre këta i shërbejnë Shqipërisë, pra komunitetit, ke dy aktor politik dhe këta i kryqëzojnë ku gabon njëri apo ku gabon tjetri. Kjo kulturë nuk ka ardhur në Shqipëri, fatkeqësisht. Në optikën time do ishte më e mirë që të jenë dy aktor politik dhe të jenë 4 gazetarë cilët i bombardojnë me pyetje. Në optikën time, që se cilin mbaj, por, në fund ditës, se unë pash dhe dje, edhe ministrin Vëngu, 2 pyetje i bëri gazetari, një të lënë intervjistën a iku. Tani, unë e kuptoj që ata nuk janë... Po t'ja bënde Gazi, kishe shti thoshten. Kohën tuaj është bërë dhe më kej, sepse ju i la të vodë tu. Nuk ka pyetje. Nuk, por, çfarë ndodh, Andrej, edhe një politikan, ban disa përgjithësi kur del dhe nuk ikën me vrap. Kjo është filtri pastaj që Rama e ka krijuar. Rama ka krijuar sepse i duhet ky mekanizëm. Dhe Rama sot çai thoshte, edhe Fevziut, më fto mua i thoshte. Se vi flasun. Po pse të fton atë? E kupton? Pse mos thoj dhe sepse ministrin. Po sepse këtu çfarë ndodh? Balluku, dhe çkoj Balluku t'japi llogari. Sepse Rama e di sot anëri që e gjitha nia e tij futui. Të gjitha ata që ka i aty nuk janë më politikanë. Ta kam thënë edhe kur e kemi diskutuar erën e fundit. Ania që ndërtoi Rama ishin Sajmir Tahiri, ishte Veliaj, ishte Ahmetaj, ishte Ilir Beqaj, ishte Damian Gjiknuri, Elisa Spiropali, ky, s'ka qenë Balluku. E di pse ta them s'ka qenë.
imazhi deri në 2013 në Balluku nuk e njinte njeri. Ti thë kur ka nisur... Unë them kur nisi Ania të ndërtojër, unë nuk them... patjetër. Pastaj, unë gjithmonë kur ta bëj analizën, ta bëj në terma afatgjat, unë s'ta bëj... Unë vetë, zonjën Balluku nuk e kam njohur deri, po të them në 2017-ën. Qa 2000... Po, ka qenë drejtoreshe Alp Kontrolës. Ore, nuk e njia fare, drejtoreshe Alp Kontrolës. Po fare, më nuk e njia. Njerëzit politika i qenë Mazniku me grupin e Veliajt, që kanë qenë shumë pak, por ka qenë në bërthamën e Veliajt. Ka qenë Elisa Spiropali, ka qenë Sajmir Tahiri, ka qenë Damian Gjiknuri, ka qenë Shalci që bërtiste, kanë qenë Auron Tare me Bushati, po, ka qenë Auror Tare me të ndjerin Lame, se kanë qenë njerëz, madje ka qenë dhe ky, thoja... Mo qap ka bërë njëtë? është Vjeri Këllicit. Shkreli. Shkreli që ishin bashkëmetaren, këta ishin të tmerrshëm për çështjet historike. Një gjë bënin të vinin na mëngjesit dhe i ndarë. Në këta kanë qenë ata që shikoja unë nga jashtë. Imazhi dhe kanë qenë këta të gjithë. Kuratorët e imazhit qeverisë. Kuratorët e njerëzit që lëviznin ato mekanizmat. Këta të gjithë thanëri, pa nga pak, bie një dras, futuj, Rama tani ka ngel vetëm. Edhe Ben Blushi, se ka qenë dhe Beni atere, në 2013. Pak, ka ndoj. Po, jo, ka qenë 2013, në them pas ta iku aji, kur ndodhi situata, po them, kur është krijuar struktura, pra e njerëzve që bënin në opozit. Dhe në këtë kontekst, e gjithë kjo panoramë, në opozit, po, ka qenë Beni, ka qenë thelbësor. Ka pas sa përplasje me Bashën në opinion, që i kam pas ndjegur. Kanë qenë që në ka qenë ministër i jashtëm. Ka qenë të Qarku Elbasanit, kanë qenë në dy... Kanë qenë Frite Felziu, një 2 herë, mos gaboj. Mua Marsidi ma ka rikujtuar, atë se unë si mbaja men, me thënë. Jo, i kam ndjekur. Dhe, çfarë ndodh, Anëri? Në të gjithë të situata një Edi Rama ka ngelur me këta aktor. Zonja Balluku nuk është një aktore fort në artikulimin politik. Në anën tjetër, ke zonjën Ogerta Manasterliu që nuk flet politikisht, flet shumë pak. Ke Piro Vëngun, ke ministren tjetër e cila është e brendshme që nuk artikulohet fare politikisht. I vetëmi aktor që kanë ngelur sot në anien me Ramën, që e shikoj unë të mundshme, është Edi Rama dhe Blendi Gonxhe. Blendi Gonxhe ka qenë aktor politik që në vitet 90, por qëndron shumë i larguar nga mediat. Pra ka një mekanizëm që nuk ja kuptoj dot me thënë drejtën, çfarë po bën brenda PS-s. Por që sot mbuloj defektet e Partisë Socialiste, duhet jetë njëri shumë orator i mirë, të paktën të bëj atë kurimi nga jashtë. Shqisoj si ai dielli që ka bërë Rama sot për Shqipërinë, kur është koha me diell tu Anëri dhe që vinë ata emigrantët, thonë këtu të jetosh Shqipëri është mrekulli. Rënjët poshtë janë të kalbura se infrastruktura, ndërtimet, pasojat gjitha. Fasada, si tush. Po, në këtë kontekst... është sa na ka dhënë Zoti se... Po, në këtë kontekst, Anëri, çfarë i duhet Ramës tani, Rama, vetëm Rama mund ta mbuloj këtë çka ka bërë. Kuptimin me media, jo në sensin. Askush prej këtyre aktorëve, unë ta kam thënë, zonja Balluku nuk e mbulon dot, nuk e ka të fuqi artikulimi, përtej që ka peshën e krizës morale sot brenda PS-s në optikën time, se duhet japi dorëheqjen tikit përballë me drejtësinë në sytë e mi. Piro Vëngu nuk është aktor politik, mund të jetë një menaxher shumë i mirë, por s'është për këtë punë. Në anën tjetër ka aktor të tjerë që po përballen me SPAK, kështu që në gjithë të panoram, unë mendoj që është jashmase, jo vetëm që Rama e ka imediate të dali vetë, po dhe zonja Spiropali s'po i del më. Se ka Spiropalin, po tani zonja Spiropali vajti, ja ka put edhe një budallek atje në Maqedoni kur ishte erën e fundit, por që nuk i dha zë mediat shqiptare. Kështu që në këtë kontekst të gjithë saj panorame, i vetëmi njeri që po e mban anije në këmbë është Edi Rama. Ra Edi Rama, Anëri, unë nuk di të them që partia, jo se asnjë parti nuk zhduket se ra i pari, por pasojat
që do lej brenda Partisë Socialiste Edi Rama dhe luftën që do lej brenda. Jo, unë ta kam thënë deri në këto momente Rama nuk bie. Rama do bie nga një mekanizëm në sytë e mi që është presion spak, presion diplomatik, atëre mund të sjellin situata të një krize këtu sociale, ekonomike dhe të vinë këto pasojat që dhe të krijohet një opozitë e cila të ketë kauz. Jo të jetë kështu se unë ti del në mëngjes shan spakun, unë vi në drek them spaku është i mirë, pastaj them hajde t'japim dorën të vim bashk, nuk do të kjo. Aleancë qelbësirash e bëri Edi Rama me Ilir Metën, pasojat janë sot këtu ku flasim ne. Dhe Ramën koha ka treguar që me njëjtat metoda nuk e mund dot. Është nxënësi më i mirë i këtij sistemi. Duam ne, s'duam ne, të idhemi pupti ne ta pranojmë apo jo, Rama është nxënësi më i mirë i këtij sistemi. Ka arritur të perfeksionoj çdo mekanizëm, nga oligarkët, nga grupet kriminale, nga deputetët, i blen i shet, top i tregton, e ka kuptuar pikën e dobët të aktorëve politik, që këta po ju dhe një tender, po ju dhe shkeljen e syrit, këta guxim s'kan, artikulim për këtë punë s'kan, edhe ka bllokuar sistemin. Kur të bie Rama, bie edhe ky sistem. Ndryshe, unë nuk shikoj mundësi, madje edhe sot më thanë për zgjedhjet parakoshme, i thash qofse sot ka zgjedhjet parakoshme, Rama nga 83 deputet mund vej dhe 95, i thash. Kjo nuk është, i thash, dëshira ime, por është një racionalitet, sepse askush nga aktorët e opozitës nuk beson që opozita në këtë situatë që është, të të shkojë t'ja japi votën. Ata do shkojnë prapë te pushtetja ku me ka një rritje të madhe Rama, po sidomos me ngjarjet e fundit që ndodhen mbas zgjedhjeve të 11 majit, nuk besoj se ka një rritje eksponenciale. Pra 83 e dyshoj nëse kam sot 83, sot mund të jetë 80, shumë është prapë. Më kupton, gjykimin tim. Më tepër nuk i merr gjykimin tim, me si e shoh unë me ndjesi ore se paktën në opinion publik. Për shembull, gjë kryesore dhe shumë e që indikon për mendimin tim, po ata qofse japin një votë Ramës, ka qenë gjithë prishja e lokaleve dhe hapësirës publike të Tiranës. Jo përse e kam në thelb, sepse normal, në çdo vend të botës ka korrupsion, e kemi thënë her pas here. Ose nuk zhduket korrupsioni më në. Por në çdo vend të botës, shteti është, si thuash, partner vendimës i biznesit, sepse biznesi të mban ekonominë. Ne në Shqipëri nuk prodhojmë, nuk bëjmë asgjë. Tha dhe Beni, por nuk ishte nevojë ta thoshte Beni, se e dim vetë që nuk kemi çfarë prodhojmë. Dhe s'ke industri ti. Po pra, prandaj shoqëria është drejtuar për te këto bizneset e vogla të vetë punësuara dhe ti i shkatron biznesin në një moment që i ke marrë parat, ja ke dhënë lejen dhe pastaj e shkatron, se do ti, se nuk të pëlqen ty, se duhet lagja ndryshe, ai e bëri dikur me lanën, po lana ishte një katastrofë. Natyrore, ekonomike, nuk ishte... Madje nuk e di kush ma tha dje, sikur lana të ishte si qka qenë, tha këtu do ishte bërë lumë Tirana. Po. Se më kujtua tani. Ishte katastrofë lana. Në atë kohë dhe, okej, e kuptoj atë absolutisht, po nuk kuptoj këtë tjetër, sepse ky mori marrë e mirë të gjithë pa përjashtim për të hequr tendrat, i la në qell të hapur njerëzit që kishin bërë një biznes caktuar, unë s'po them, por nuk do të kishte dhënë leje, nuk do të kishte lënë atë zotërinë që ta harxhonte, se po i kthehemi prapë temës se për të mos dalë, po ata njerëz do të lejonte, po ata ja zëk i qoftë nëse votojnë. Rama nuk është puna ime pasaj më. Më fal pak. Kalojmë aty tek libri universitar neve përballë? Po. Janë dy lokale që i kanë hequr tendat, është një lokal si ka hequr. Dhe atë nuk e ka lëvizur njeri fare. S'jam interesuar për ditur kush e ka atë lokal, se ka bërë ndonjë, por vetëm syri ta vret. Po kemë lokale në blok që nuk janë pranë ato ku janë ndërtuara. Dhe ashtu janë prapë, të kanë zënë hapësirë publike, nuk e kanë bërë asgjë. Ke ku kanë menaxhuar të them unë tani, po nuk është ky problemi. Po s'është ky më qëllimi, thjesht ta them si. Problemi është se këta i hyn marrë mirë, i hyn me demek se do lëni, absolutisht kishte vende ku ishte domosdoshme. Absolutisht, po çka troshti
pas lidhje fare, biznesi, prish lokalen ti, ose le njerëz pa punë, ose një pronar prone që merrte Qiran, le pronarin që bërë investimin ngeli pa punë, se la me kaq hapësirë që të ndëjë të shiste buke djathë. La kamarier, apo banaker, apo ekonomist, fjala vjen pa klient, se dhe ekonomistët e bëjë lloj. Po, se bën llogaritë vetë. Po, la sanitare pa punë. Pra janë një rrjet i gjithi, i cilën ngelen pa punë për shkak të një hapësire publike që në vetvete nuk do të ishte kryer. Pra, nëse ti ka qenë e gabuar ajo që ka ndodhur për të goditur prapë rajonin e re. Ti nuk do ta bëj, po nuk i hy fare se nëse shqiptarët këta dora parë që janë prekur nga unë s'kam as miq. Njëri kam një shok që ka ndodhur, s'ka rënë gjeti rrugën e vet bëri tjetër më të mirë se që kishte. Po thua aty te stadiumi? Te stadiumi, e bëri më të mirë se që ja, ka muaj më që e kanë prishur, kur e prishën me tjerë, e rrafshuan. Po nuk ka lidhje ajo. Ai, okay, se është natyrë tjetër, nuk po flas për njerëz zakonshëm më burr. Njerëz që Rama në çdo qeveri po thoya ka korrupsion, por nuk i prek qeveria qytetarët e Bukagojës. Pra qeveriu, han qytetari, se s'mund të shti qytetari pa bukë dhe ti duke shkëlyrë kofshat e pulë ose duke pirë verë 33.000 euro. Dhe prandaj këta merren me çmimin e verës për treguar babzin që kanë këta dhe ku është niveli ku jeton Rama dhe ku është niveli ku jeton ti. 33.000 euro për një qytetar shqiptar sot është një zgjidhje shumë e madhe, shëndetësore, familjare, strehimi, borxhesh. Më kupton? Ti jep mundësinë marrësh dhe kredierës. Ti jep njëri kredi. Po këtë po them pra. Në këtë sens, të gjitha këto me fjalë me një verë që pinë ata, shqiptarët mund të bëjnë një mira gjëra sot që si kanë mundësinë t'i bëjnë. Që s'ia ka dhënë fare qeveria dhe këta janë shtresa ku goditi qeveria, është shtresa e cila punët e vet ai ka realizuar vet. Dhe nuk i kanë ndihmuar Rama as ndërtojnë, as të marrin kamarierët, as të rregullojnë strategjik, as gjë si ka. I kanë bërë me xhepin e tyre, me mundin e tyre dhe ti shkoni jashtë katron. Tani, kryetari i qetës saj dutve. Po jo pra, se këtu dhe atyre jazëk i qoftë nëse këta i japin votën Ramës. Turp t'u vi e inshallah më keq u a bëft. Problemi është... Po bën se ai ti që... Jo, më keq u a bëft. Unë nuk e bëj më. Ta them sinqerisht. Po e di mos më çmane më... Po me iqi, po të më bëj diçka pa drejtësisht dikush, unë vërtet nuk jam makmarrës. Kam një lloj mërzitje që e ka çdo kush që po se vjen natyrshëm. Që të vjen natyrshëm për dikë, por nuk jam as akmarrës, as nuk merrem me diku që ti mbaj tri me menje që prit ti bëj keq këtij. Zotja di do vazhdoj projektin tim, do mundohet ma bëri të, duhet mundohem për diçka tjetër. Po jo te buka nuk bëhem dot të më shkoj dora prapë te Edi Rama X-i apo kryetar apo qetës saj dutve. Sepse nuk ka asnjë sens. Logjik pastaj jemi në atë. Po lexoj Ardita Kapun, na ka bëri koment, po nuk e kam thjesht për ta sqaruar. Thot, Anri po flet gabim, ka shumë gazetar që përfaqëson në i shërben politikës, mos bëjnë naivin se s'tenderon. Ardita, nuk është problemi se nuk ka gazetar që i shërben politikës. Nuk është ky thelbi. Thelbi është që gazetarët në studio televizive janë të balancuar. Për shembull, një moderator, apo jo, i merë për shembull gazetar të majt, të djath, apo nuk ka rëndësi. Ne nuk po themi këtu të gjejmë gazetar të pavarur që e kanë raportin me opinionin publik, e kanë siç mund mendojnë të gjithë. Në Shqipëri dhe kudo, dhe po të dua unë, dhe po mos të dua unë, mendimi është i ndarë. Pra unë nëse them një të drejtë, për që spaku e zën fjala vjen, po bën diçka gabim, janë ata që mendojnë se unë po mbroj Ramën dhe po u bie, po i bie, po godas spakun. Janë mendime të ndara, ne nuk po flasim për të. Problemi i gjithë çështjes është që gazetarët, paktën ata që ndjek unë, dhe që edhe mund të kenë qasje politike, nuk ka asnjë gjë të keqe se çdo gjë sot politikë është. Që kur del nga dera shtëpisë që thu që pse nuk i kam shumë drita shkallës, nuk janë të duhura me zi eci, sepse ai administratori që kanë vënë bashkia nuk bën punën siç duhet,
që kur shkel në balt dhe nuk shkel në asfalt, që kur merr makinën ose taksin ose duhet parkosh, ti kesh marrësh fëmijën në shkollë apo në çerdh apo në kopës, çdo gjë është politik. Pra politika i përmbledh të gjitha. Pra politika dhe sociale janë dy fusha të cilët bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Problemi i gazetarëve që dalin në studio është të jenë koherent me mendimin e tyre, të kenë argumenta për ta mbrojtur atë gjën dhe jo ta bëjnë përmes palëve politike dhe të flasin gjuhë politike. Unë këtë po them, nëse ka argumenta gjithsecili është i ndarë, pastaj ka gjithë e botës për të simpatizuar dikë, se tani në fund ditës kur flasim si e bëjmë kështu sigur nuk flasim, po pse po votuam Arlind Qorin me Adriatik Lapaj dhe Agron Sheaj në zgjedhje, nuk jemi politik? Jemi politik vetëm kur flasim për Rama dhe për Berishën, apo jo? Shumë dakord jam. Çdo njeri ka binet e veta, mund të jetë profesion. Po pra, vetojmë. Po, çdo njeri pastaj thelbi qëndron këtu anëri që thjesht për ti që mos keq kuptojmë, se s'po thosh që nuk ka gazetar. Domethënë, në Shqipëri vetëm procesi mund të sjell individ të cilët edhe në përbot, domethënë kudo që ndodh, gazetarët kanë bindjet e tyre. Thelbi është që mos të inskenosh dhe mos të trillosh mbi faktet. Pra kjo e diferencon gazetarin. Pra një analizë do të bëj. Dhe diferenca midis gazetarit dhe aktorit politikës se gazetari në fund ditës nuk merr vendime. Gazetari analizon, mund ta ketë gabim, i bën një zapping televizorit, e ndron, në fund ditës mund, kurse politikani merr vendime që ndikojnë në jetën tënde, në jetën time, në jetën e dikujt tjetër, në jetën e shoqërisë, dhe ky është ajo që ne i mëshojmë më shumë. Unë doja të diskutonim pak bashkë për vizitën dje të dërguarës posaçme të ambasadës amerikane këtu në Shqipëri me zotin Brau. Si e pe, ishte dhe zoti Dumani, kishin dalë të qeshur, ditën e sotme. Kanë të gjitha mundësitë që dalin të qeshur. Jo, do të them diçka. Se kam të ajo. E kam në sensin, ditën e sotme, BKA-ja dhe SPAK kanë trokitur tek biznesmenët cilët kanë fituar tendera nga zonja Balluku. Si më falë, se më... Ditën e djeshme, ambasadorja e dërguar e posaçme, në fakt, është e Bashkuarat të Amerikës, ishte në një takim me zotin Brau. Ditën e sotme në mëngjes, që në orët e para të mëngjesit, BKA-ja dhe SPAK-u ka trokitur tek biznesmenët cilët kanë përfituar tendera nga zonja Balluku. Po, që ja? Më duket se ishin, i harrova emrin firmës, Ne, se vare, nuk ka rëndësi. Dhe kishin përfituar diku te... Se mos ishin të biznesmen që i pak a shumë i njohin. Një është, thoja ish deputeti PS-s. Nuk ka rëndësi, Edhe ka qenë, ditën e sotme, ka qenë SPAK, ka kontrolluar banesat e tyre, zyrat. Se ka lidhje ajo gjë, sepse nuk besoj se SPAK ka urdhër për të shkuar te bizneset. Jo, them në sensin, shikon si një vazhdueshmëri të mbështetjes amerikane ndaj SPAK? Ata e kanë gjithë mbështetjen e SPAK dhe botës, ndoshta edhe të shqiptarëve, absolutisht. Ajo që unë them dhe vazhdoj të bëj retorik, e kam me... Unë jam i mërzitur me mënyrën se si do doja unë të punon të SPAK-u, që mu mos jetë fare mënyrë e durë, por unë këtë profesion kam. Më ti do të thosh si e mendon ti vetë? Jam zëtu të them atë që mendoj dhe që është mbështetja amerikane edhe si thuash është mekanizëm që SBA-t kanë sjellë Shqipëri, kjo është shumë e vërtet. Absolutisht. Dhe takimet e zotit Brau me dërguarën e SBA-s nuk ndryshojnë asnjë lloj agjende të SPAK-ut. Dhe asë nuk e përmirësojnë agjendën e SPAK-ut, më kupton. Se SPAK-u, po të shikosh, kanë ndjek një linjë, si thuash, një tajshme, pas një periudhe të kuj zoti Kraja ka qenë kryetari i SPAK-ut, pra periudhës parë 3 vjeçare që presupozohet që kanë qenë periudhë hetimore, ose ngritje e subjekte ndryshme për të parë, se këdo dhe ajo kohën e vetë. Fakti që zoti Dumani pastaj, veprimet më të mëdhaja
të prokurorisë, se çdo kush aty prandaj ngatrohemi. Na ka ngel te Domani kjo pjesa që ka bërë gjithë veprimet Domani, po aty çdo prokuror ka qenë i pavarur për të bërë punën e tyre, për punën e tij, dhe unë me çdo prokuror të SPAK-ut nuk më fjalë, jam pro SPAK-ut, kam qenë gjithmonë pro SPAK-ut, sepse në jetën time dhe për diçka, sepse prandaj s'm ka pëlqyer në punën në shtet. Për shkak mjedisit ku është shteti, për shembull. Nuk kam dashur, se në shtet pak a shumë ka njerëz shumë dëshëm ky vend, se administrata është e madhe, absolutisht. Po nuk e kam për poste drejtuese. Më kupton? Gjithmonë në kushtet ku ka qenë Shqipëria deri tani, edhe nuk e di ku po shkon akoma, se nuk kam akoma statistika as produkt, por flas në kushtet ku ka qenë, mund vitet turp punoj në shtet në poste drejtuese, se më thonin ja ky Legeni Maskaraj, pjesë e qetës saj Dutve, edhe ky ka vjedhur. Me fjalë ishte që kur filloi punë ti mos bëj asgjë, a kupton? Direkte të vishej kostumi i hajdutit. Më kupton, sepse ashtu ka qenë kështu, vazhdon të jetë perceptimi i opinionit publik. Po s'është një mekanizëm që është krijuar. Po më janë lodhur gjithë të vite, i kanë parë me sytë e tyre ata. Nuk i gënjim dot. Tani ti themi, po them se po tentoj të gënjim, po nuk i gënjim dot që unë prandaj kështu dhe në rastin e tyre subjektet e ndryshme që ka kapur SPAK-u për në periudhën në kohën e më të artë SPAK-u që ka qenë zoti Dumani, unë po flas mas krijimi i produktit, fola për produktin pastaj. Se s'mund të fisa gjatë, kam folë dhe gjatë zotit Kraj, me thonë drejtën. Se jam i çikështu zevzek. Nuk pres gjatë që dali produkti. Kam folë dhe zotit Kraj që çfarë po bën për dosjet saktuara që kanë qenë të rëndësishme, pse nuk po i ashtu. Pse po tregon apatimi fjalë dhe mungesë procedurale, flas kohës, a kupton se sa mund duash. Kurse në rastin e zotit Dumani, pastaj kam parë, më sa lexoj si gazetar, që këta e kthin prokurorinë e posaçme si mekanizëm PR-i më shumë se sa produkti. Pra modeli i mbathjeve 800.000 euro, pse thanë vetëm mbathje, vesh mbathje 800.000 euro. Dhe nxorën një faturë kot që ishim blej një palë brekeze 150 euro ose 200, çdo kush ka të drejtë. Kishte një luftë anë mendoj. Prit, jo vetëm kjo, nuk e kisha. Për shembull vibratorët e Benit, më kupton që dolën si media. Ishte kohë pa lidhje, dolën vetëm për para nuk u fol. Di pse anë mendoj këtë gjë? Çka ka ndodhur? Politika prodhoi PR-in e vet. Po. Dhe të mendoj si strategji, pra tani po e analizoj më vetë. Po gjyq publike është jo, dakord jam, dakord. Ti po dënon dikë pa qenë e dënuar. Jo, ti po e bën të fashën në opinion publik. Ata dënojnë me vendim gjykate, se ne nuk ka. Po s'ka gjykata ka marrë fund tutje, nuk ka më gjykata. Gjykata po ta shikosh. GKK-ja do funksionojë. Kryesisht ka qenë bedeli i prokurorisë posaçme. Mirë, po se në një ambient kanë qenë ato, domethënë. Patjetër, është një godinë me ambiente të ndryshme, por problemi është se janë treguar bedel të prokurorisë posaçme. Shko, unë di të them vetëm një gjë. Ose nuk ka diku tjetër. Jo, unë di të them në këtë këndvështrim. Gjithë lufta që u bën ndaj SPAK-ut, edhe SPAK-u krijoi mekanizmat e vet. A është e shëndetshme, do thuash. Jam dakord unë që gjyqjet popullore nuk i shërbejnë askujt. Jo, i shërbejnë SPAK-ut. Jo, nuk i shërbejnë askujt. Shko, çfarë ka ndodhur këtu andaj? Themi ne që shoqëria mendon që gjithë klasa politike është hajdute? Po. Ky është perceptimi. Po. Themi ne siç thot shoqëria që ka njerëz të ndershëm në këtë sistem? Qëndron. Dhe SPAK-u tha, brenda kësaj narrative që këta po më sulmojnë tashmë, dhe unë do të gjej mekanizmat e mi mbrojtës. Po. Sepse ka një qasje është perceptimi publik, një qasje është perceptimi ligjor. Te perceptimi ligjor do e vendosi GKK-ja pastaj. A janë të fajshëm ajo. Dhe nëse SPAK ka gabuar, secilit prej aktorëve politik, koha do t'ju japi përgjigjen e vet në këto dëme kolaterale që ata kanë mësuar. Por këto janë dhe si përgjithësi anë që ti kur merr poste publike në një situatë kaotike, do të përballesh dhe mbase me pasojë që s'ke menduar kurrë. Kështu që në këtë kontekst, ajo çfarë shikoj unë sot, edhe të rikëthem të pjesa e temës, është që fakti që SBA-ja e shkon përsëri në zyrë
zotit Brao, fakti që nxjerr një foto të buzëqeshur, sepse unë mendoj që më shumë janë mesazhe simbolike këto Andrej. Mendoj që në ditët në vazhdim do të ketë akoma bomba të cilat do ta shkundin, ti do të thuash me drejt tu dy zvëns kryeministra çapo ndodh më. Bomba leshi këtu i kanë kapur gjithë çka ka shkundur. Tani, ata ditën e sotme, 83 mandate. ditën e sotme Anëri, po shko, 83 mandate Anëri ka qenë edhe si pasojë se opozita shumë e përçarë. Po mi për këtë po them, Dhe bomba s'ka. logjika, jo, bombat qëndrojnë në goditjen e sistemit. Pra, ti e di shumë mirë që aktorët që janë sot aty 83 deputet, kryesori është Edi Rama, pastaj janë biznesmenët, janë edhe eminencat gri dhe pastaj janë deputetët. Ata deputet, ti e di shumë mirë që në debate publike apo në përballje apo në CV-n e tyre politike nuk kanë të shënuar asgjë. Dhe janë produkt, se edhe si pas vetë deduksionit, janë produkt disa grupeve kriminale në disa zona. Dhe gjithë kjo panoram mund të përballet me një sistem me cila mund të jetë fortun. Po tjetër. Tani, a do goditen funksionar të policisë, a do të goditen funksionar të krimit, a do të goditen funksionar apo zyrtar të lartë. Ditën e sotme ishte hapur përsëri një çështje tjetër që lidhej me kamerat me marrëveshjen, me marrëveshjen në Abu Dhabi ishte, që e pas ka firmosur Tauland Balla, bënin dhe pjesë të kësaj skeme Tauland Ballën. Pra duket se edhe vetë pozitat e Tauland Ballës tani, se ne e harrojmë. Ahmeta e pra dje, për kamerat. Po, por dhe ajo që çfarë pozita e Tauland Ballës, se neve Taulandin tani nga që shtreshur nuk është më aktiv. Taulandi ka pas gjithmonë poste kryetar grupi dhe sekretari i përgjithshëm. Jo, them në sensin kur ka qenë se nga ministri Brendshëm. Dhe ministri brendshëm mbajti vetëm një post. Jo, shumë pak e mbajti. Një vit ministri i brendshëm. Po ta zë një vit ministri i brendshëm se besoj edhe ai dhe ka qenë pjesë e diasporës. Në kontekstin gjithmonë ashtu ka qenë Taulandi në këtë Jo, jo, Taulandi këto poste ka mbajtur, por Taulandi është përfolur gjithmonë edhe përflitej për qarkun e Elbasanit, për lidhjet që kishte ai me grupet kriminale në qarkun e Elbasanit. Kjo marrëveshje me kamrat flitet që është një marrëveshje që do na kushtoj shumë miliarda, edhe gjitha këto mund të vinë si bumerang. Jo se këto por këto porozojnë pak nga pak muret e Ramës. Pra, në kështjellën e Ramës, qoftë se vinë gjitha këto, të mendoj që pak nga pak do e godasin dhe do e kushtëzojnë. Besoj që do e kushtëzojnë, Andrej. Kushtëzuar është më bura i s'po kushtëzojnë. Se është kushtëzuar në kushtet përresa. Problemi është se këtu të ne janë të gjithë këto aktorët e mjedisit janë gjithë komprometueshëm. Spaku, gjykata, Rama diskutohet me të tjetë, Berisha me të tjetë, këta që kanë biznesmenet me të tjetë dhe një mjedis të korruptueshëm dhe të komprometuar. I kompromentuar? Është që nga funksionarët do burr tani, se nuk i kam hyrë asnjëherë se s'jam marrë me emra. Po jo, po thjesht po të pyesa. Nuk kam dash ta bëj kurrë atë të merrem me sepse jam marrë me individ. Jo, se kam, po nuk jam marrë kurrë me individ Spakun. Gjithmonë jam marrë për çështje saktuar çka gabimi ka bërë, nuk do të merrem me individin. Nuk ashtu, po për mendimin tim do dali një ditë që kjo gjëja që sa po të them unë ty tani, sa të kam thënë unë ty tani, do dali shumë e vërtetë dhe ke për të parë. Okej. Nuk po them. Problemi është s'du të merrem fare unë në raport qa ka tjetri në llogari. Them se i është... Po janë, një pjesë e tyre janë. Nesës po ty në këtë diskutim. Janë. Diku kanë ngrënë ato një lugçor, sepse kanë qenë pjesë e sistemit o Erman. Tani... Dakord, kanë qenë pjesë e sistemit, por... më kuptoj çik drejt. Çfarë dua të them? Kur je pjesë e sistemit dhe ke ngrënë një lugçor, je peng i shantazhueshëm. Kaq. Është një të gjë, nëse unë ty po në qoftë se ata janë treguar të shkathët. Asnjë shkathët, po nëse po flasim për një shkathët të tregoshin edhe këta, shkathët janë edhe këta kopila tanë, që
i kemi në qeveri. Problemi është se nuk po flasim për shkatësisë, unë po flas për integritetin e figurës, nuk po flas për shkatësinë. Po Shkatësia mund të jenë gjithçka. Po këta kanë kaluar në një filtr. Nëse vazhdojmë. Nuk është problemi, filtrat I pam se si, nuk duhet me fare. Okej, nëse vazhdo që të shkojmë drejt mbylljes. Puna sa vajtëm se s'kisha telefonin me vete sa minuta. Diku te 55 minuta je. Besoj që jemi drejt. Po. Jo, se ka marrë të ora, them të emisionit që. Jo, në rregull është. Po thoja që janë diku të shantazhueshëm. Nuk po them që mund të jenë të Rama. Më kupton ose se por segmentet caktuara kanë bashkëpunuar. Me biznesmen kanë bashkëpunuar. Diku kanë dhënë dhe kanë marrë diçka sepse kanë qenë pjesë e sistemit, një pjesë e mirë e tyre. Kanë qenë pjesë e sistemit. Kështu që duke qenë pjesë e sistemit janë të shantazhueshëm dhe prandaj po them që mjedisi në Shqipëri normal është pesimist sepse ose si e shoh unë është pesimist sepse të gjithë aktorët janë shantazhueshëm dhe janë pra nëse Rama shantazhohet nga drejtësia, Rama për shembull kërkon në zemdimën e Berishës për mbajtur veten në këmbë. Në këtë po them, sepse dhe Berisha është subjekti I drejtësisë. Kur vjen puna e ndonjë politikani apo I zyrtari, tani a thanë që tek dosja e këtij Agasit ka pas momente që ja kanë për të dalë, që kanë ndërhyrë dhe në SPAK? Po. Po si kanë ndërhyrë në SPAK? Ma shpjego si kanë ndërhyrë në SPAK. Ja, ta shpjegoj. Edhe një pyetje tjetër. Ma shpjego këtë edhe të bëj pyetje tjetër. Jo, do të them, unë gjithmonë kam qendruar kësaj teze. Unë të shpjegoj në tezën time, nuk të shpjegoj dot se bëjmë ne, se s'bëjmë ne, nuk kemi fallxhor. Unë kam thënë diçka anëri, secili prej aktorëve të pushtetshëm politik ka pasur aktorët e vet brenda institucionit SPAK. Po dim pra shumë bukur. Që kur e zgjodhen, që tash dhe kur amerikanët çfarë bën? Amerikanët janë munduar që në krye të këtij institucioni apo dhe ndërkombëtarët të zgjerin apo të ketë të prevalojnë emrat e tyre. Mirë, të bëjmë pyetje tani shumë mirë ke bërë. Po. Që edhe kjo kështu është në fakt, absolutisht dhe shtytjet që ata bëjnë I japin mundësi subjekteve brenda SPAK-ut që të marrin veprimet që marrin. Kur I referohemi zotit Arben Ametaj. Po. Kur thotë që pronat e mia mbahen peng, shtëpia ime po dy vitit X dhe vajzat e mia, jo të shtëpisë, po njëra që ka pas para se të futen politik, I që vilën. Se që kishim marrë shpinë e fëmijëve të mi, tha mbahet e sekuestruar dhe pronat e velijet u liruan. Për shembull X që ishin emër të X-it, ai për sa kohë e thot, edhe ka ndodhur. Tani, mund ta ketë thënë për këtë Abulenin, çka ka ky? Abdulin. Abuleni. Ai Abule, s'm vjen edhe më tani. Se pra te ka pasur se. Po ndoshta po. Po ai nuk kishte nën kontrollin e SPAK-ut tani. Pra, aty nuk ja dha gjykata e posaçme lirimin e pronave Abulenit, se katërm lexoj emrin për respekt. Abule ka. Abulia. Jo Abulen. Abulen. Abulia. Aty t'ja dha një Erman Abulen duhet të ka. Më duhet që se harrum tani, se na bërë gjithçka. Elman Abule. Po, Elman, po mirë. Elman, ja ngatruar emrin tash se të mbijem mirë ishim. Dhe aty nuk ja liroi gjykata, nuk ja liroi gjykata e posaçme. Po kush? Ishte, po ta shikosh mirë me detaj, mos flas dhe unë se s'dua të flas, më erdhi si papritur, se po e mbaj mend që nuk ja ka liruar gjykata e posaçme. Qofse jam gabim, ti e shikon vetë dhe u lumton. Jo, nuk e kam nisur. Dhe di të them vetëm kaq. Shkoani, në qofse marrim copza të ngjarjeve gjithmonë Jo, s'po marr copza. Jo, nuk them. Copza, po dy ngjarje të veçme. Jo, nuk janë ngjarje të veçme. Po të marrë ngjarje të plot. Pra, kur Arben Ametaj foli për Ergysin, sipas SPAK-ut doli që Ergysi. Kur Arben Ametaj foli për Akshin, sipas SPAK-ut doli. Kur foli për Eko Tiranën, sipas SPAK-ut është në hetim do doli. Pse kur flet Arben Ametaj për SPAK-un nuk është e vërtetë? Ja, ta them unë. Sepse Arben Ametaj në të gjithë diskutimet që mban, thot dhe këtë e ka të kopjuar nga zoti Berisha. Që thonë gjysmë të vërteta. Pra, japin diskurse. Më jo thonë që ata e bën
këtë, por ky zotëria tha, për jo flas kur flet për Spakun që thotë që pse nxituan që ma bën për 1 muaj urdhër arrestin. Pse e dhan mandatin për mua? Pse ky e mori përsipër, pse e mori përsipër Dumani dosjen time, po nuk e mori të Belindës apo Akshit apo vetë Belindës se ç'a ndodh? Tani se duket sikur të bëj avokatin se nuk e di dosje, po ta them për debat, po ta them për debat. Ishte zoti Dumani që firmosi që ta arrestojnë zonjën Balluku. Zoti Dumani e firmosi. Më mbrapa, nuk ka rëndësi, e firmosi sot nezër, firma është e tij. Në optikën time. Kështu që po të marrim parasysh narrativat që bëjnë politikanët apo dhe funksionarët lartë, ai thonë pse e mbajtën kaq gjatë. Po pse ka drejt pse mbajtën? Se më duket sikur gjëja veten, po jo dakord se ma ke thënë dhe ti mua këtë. Pse e mbajtën kaq gjatë? Pse e mbajtën kaq gjatë mund të jetë dhe afatet proceduriale. Unë nuk e di si funksionon kjo dhe nuk marr përsipër të bëj një kur nuk jam as jurist, po as njeri të cilit kem bërë analiza apo studime të gazetarisë në kontekstet penale të një ngjarjeje. Por ti them vetëm kaq. Neve, si aktor, Spaku nuk mund të veproj me deklaratat se si e bëjmë ne, se Spaku mund të ketë një strategji të vetën. Mund të ketë mësuar nga gabimet e një strategjie të gabuar. Ti nuk mund marrësh dot të analizosh 2 dosje. Se nëse analizon, e di si është kjo puna ne, një ngjarje të na thonë neve pse ti nuk e analizon siç nuk e analizon Anëri apo Ermali. Dhe ata po përgjigja dhe arditës unë që gjithsekush i ka mendimin e vet. Dhe Spaku ka një strategji të vet si e vepron. Strategjia është diçka më fal. Një sekond. Kodi procedurës është universal për gjithë. Kodi procedurës është universal. Kodi procedurës universal ai është. Ora ai është. Por kodi procedurës këtu po të flas nuk unë kam ekspert dhe nuk doa ty dhe vetëm për respektin tënd futem këto debate se mos bëjmë asnjë nga këto debate. Në kodin procedurial unë mendoj që ka hapësira kundër veprojnë. Është njësoj ka hapësira cilët mund të thotë nga 1 muaj në 6 muaj. Dhe ti zgjedh 1 muaj dhe ai thotë pse ky 1 muaj dhe këti 6 muaj, por për sa kohë ligji ta përcakton Anëri, ti për shembull, unë jam një natyrë që nëse më thua bëj një punë, edhe ke 8 orë kohë për ta bërë, unë kujtohem vetëm orën e fundit. Po. Se them ke lënë 8 orë, se si e bëj unë është punë për mua. Po, mund ta bësh për çfarë ore ti, atë që do të tjerët e bëjnë për 8 orë. Po, është punë për mua, them se si e bëj. Dhe kodi procedurial, nëse ka hapësira, po këtu nuk po të flas me përgjithësi, këtu po flas me amendje. Kupton? Nëse ka hapësira, mënyrën se si veprohet, atëherë Spaku ka drejtën e vet. Unë ta kam thënë vetë, Spaku nuk ka qenë perfekt. Por me ku kemi qenë, ku jemi, unë mendoj se jemi... Kështu ka qenë, po vetë mendoj... Si dita me natën. Unë mendoj se kështu ka qenë, nuk ka ndryshuar asgjë nga organet e drejtësisë, por jemi i vetmi moment që ka ndryshuar, mendimin tim, është mbështetja që organet e drejtësisë mund të kenë marrë nga faktorë ndërkombëtar që puna që dje bllokohej kësaj here të kishte, si thua, dritën jeshile për të vepruar. Por, në profesionalizëm, në gjykimin tim, unë nuk bëj asnjë dallim nga që kemi qenë me që jemi. Nga profesionalizmi, unë s'flas. Unë përse unë jam ekspert, as kam marrë magistraturën, po gjithë i kam parë, i kam marrë. Ti ke pasur edhe ca... Po, jo me kam marrë, jam marrë. Në sensin edhe... Ore ti se jam marrë, me rastet, me shumë raste, më kupton. E kam punuar gazetar kronike, nuk se i njoh, edhe më mbrapa, edhe më ka pëlqyer gjithmonë që sepse në thelb, ta kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris që thelbi i gjës është drejtësia. Nuk e shumëzoj me zero në politikën dhe politikanë. E shumëzoj me zero çdo lloj aspekti tjetër, sepse në thelb edhe kur përballemi aty jashtë është kush ka të drejtë or mën. Po. Dhe aty pastaj lind, duke munguar drejtësia, lind vetgjyqësia, lind abuzimi, lind mungesa llogarisë, lindin të gjitha sepse s'mungon drejtësia. Në thelb, çdo gjë sot në jetë përplaset me është e drejta jote apo e drejta ime, pra prevalon e drejta jote apo ime. Por nuk u bë kjo, pastaj gjithsesi pas e vepron kokti, qoftë politika, qoftë qytetarët, duke na përfshirë dhe ne. Na pyet Arben Prifti dhe e mbyllim. Landi Kaplana e thot përshëndetje djema, ky Spak s'ka lek
sa lek ka sekuestruar nga politikanët, si thot Dani. Nuk është se ka bërë shumë sekuestrime nga politikanët, por në thelb po Landi, për të mos thënë nuk ka bërë as pak përveç sa tullave, pra që janë disa banesa apo unë do biles do nxjerr dhe një raport, do shikoj çik se në raport me kush kanë qenë shpenzimet dhe kush kanë qenë arritjet e spakut se dhe sekuestrimet nuk janë konfiskime që t'ja sjarin dhe Landit. Pra, spaku mund të sekuestroj, por nëse e liron gjykata pastaj është nul sekuestrimi. Është njësoj sikur se di, është si puna arrestimit edhe sekuestrimi me konfiskimi, nëse s'konfiskohet. Pra, një prokuror mund të arrestoj një zyrtar të lartë se mendon ai se ka bërë një vepër penale, por nëse e liron gjykata dhe jep pafajësi, nuk ka as një pesh apo nuk ka as një vlerë arrestimi. Ai mund të shkojë kemi arrestuar kaq, problemi është se ai sa ka arrestuar, po ai s'ka nxjerr jashtë gjykata. Kështu që në këtë kontekst nuk i kemi shifrat dhe zua ta paragjykoj spakun se çka bërë por një pjesë të mirë të sekuestrimeve din që edhe sekuestrimet, jo konfiskimet, po dhe sekuestrimet në raport me politikanët janë shumë pak, kurse me krimin organizuar janë të tjera. Po flasim vetëm raport me politikën këtu. Arben Prifti bën dhe i pyetje tjetër, dua një pyetje sinqert thot nga ty Anër, po edhe Ermali, si ka mundësi që dje syri arritën rekord shikimesh mbi 100.000, si ka mundësi që në gjithë lokalet apo restorantet e Tiranës, më fjalë ishte, unë besoj Arben që ka qenë tema ose është ajo, si thua, kurioziteti, miti për të dëgjuar se çfarë ka të thot një nga njerëzit më të afërt që ka pas Edi Rama, ose një nga bashkëpunëtorët më të afërt, dhe po ta marrë akshe, pavarësisht se Zoti Ameta i tha që këto janë 4 portofolet e Ramës sot, për cilët nuk hetohen dhe nuk procedohen penalisht, portofoli kryesor i qeverisë Rama ka qenë Arben Ameta, pra sepse ka qenë ministri i ekonomisë dhe financave për disa vite. Sa i merdi ajo zyra e vogël, sa aty merdi mulot. Jo, te zyra vogël ka qenë kur ka qenë tek rindërtimi ndoshta. Por jo, pavarësisht te rindërtimi, kur ishte i shtetit, ministri i shtetit. Ministri i shtetit po ashtu është zyrë skandalozesh. Kisha një zyrë të vogël, tha me shumë vuajtje. E ka pas, më duket, Pandi Majko. Spiropali, pastaj Pandi. Ajo zyrë skandalozesh. Dhe sa më erdhët ajo zyra e vogël, tha Meta, aty më erdhi mulut, sa dhe unë e mora, kësa tha se mendova po falimentonin biznesat. Ishte edhe pak në rol Meta i dje, ishte në rol në sensin teatral. Jo, të zyrë të vogël kishte lëmë, atë që ishte mësuar e Ministria e Ekonomisë dhe Financave të vogël e kishte. Them teatral në sensin e asajt që si mundoj ta krijon të fabulën e vetë. Jo, ajo më pëlqeu te Beni, se ne duam teatral, por nuk i dim nuk jemi as këpucë të atit. Pavarësisht në raporti që ka i me drejtësinë, por nuk jemi këpucë të atit kur vjen puna te kërcënimet se. Jo, unë nuk flas për kërcënimet, ai ka. Po pa teatraliteti i tij ka nisur me këtë pjesë, ose pjesa më thelbësore që ai ju përmbajt në fillim, po të shikojë se na kalon 2 orë, në orën e fundit filloi dosjet. Të paktën se ishte 3 orë emision, me fjalë 1 orë gjysmë minimalisht parat ishin për çfarë kalvari ka hequr. Tani edhe kur i tha mos gaboj Çimi, Zoti Peka që të hym te pjesa e dosjes, po i tha po se s'ju intereson ju se ç'a kam kaluar unë. Ju keni hallin e dosjeve, po se ç'a nuk ju intereson ç'a kam kaluar unë. O Ametaj pavarësisht. Jo, të them vetëm një gjë. Ametaj pavarësisht se çfarë pendese ka sot, ka qenë një nga njerëzit që ka qenë pjesë e arkitekturës këtij pushteti. Prandaj neve s'na intereson shumë me të drejtën se i tha dhe Çimi ishte e bukur kur i tha që ka qenë fatkeqësi. Jo, fatkeqësi kam qenë dhe unë, i tha Beni, po fatkeqësi tha, e mendoj që ke qenë dhe ti për periudhën tënde politike kishte lënë. Por kjo e çikilaritet. Por Çim Peka nuk e pyeti për shembull Beni që a ke pas një bashkëpunim me këta të opozitës, aty s'ja tha. Po se unë s'dini të ketë pas një bashkëpunim të madh me të opozitës. Me Çim. Ka pasur, unë do të them. Të opozitës aleat apo jo aleat? Opozitës PD-s. Opozitës opozitore, opozitë aleat. Nëse për punën e shikueshmërisë që ka pas syri dje për shkak të kuriozitetit që kanë pas shqiptarët. Edhe për shkak se Çim Peka dje bëri një intervistë secili gazetar do e donte Ameta në rrëfim. Ça është
Ka ishte intervista katër. Tani presim, po ka një tjetër që do të rrëfej, të vim t'i Po jo, bëjmë paraprit. do bëj tjetër Jo, Ametaj. them do një aktor tjetër, re. S'ka, sepse Beni ishte tjetër, është tjetër komplet aktor. Beni, po ta shikosh, edhe në ato që thot, pavarësisht dhe në ato që akuzojnë, këta nuk po e kapin dot as në ato që akuzojnë, ta them sinqerisht. Nuk po e kapin dot. Se shkosh 2 vjet e gjys. Procedim penal për dikë pa e çon gjyq. Me atë edhe te buka dolën bllaf në fakt. Edhe te buka, se thoshin një ke prish ti interesin ose ke pa, se nëse s'ka interes, në fe nuk ka dëm ekonomik. Më kupton, nuk ka lidhje më me korrupsionin me asgjë. E ke parasysh këtë ka mi fjalë në disa faza kanë dështu me Benin, në disa faza. Fakti që i kanë marrë shtëpitë e sekuestruar nuk është një se dha ato i nxjerr ai. Shko, puna është çfarë do ndodhi në vazhdim, kjo është e gjitha. Po pra, po prandaj po them pra që Beni në vetvete dhe ajo më pëlqeu kur tha që do vitë tur po të më mbrote Rama. Imagjinoj të jetë Beni për qeveri teknike, kryeministri. Se ka mas arresti. Do e mbyllësh na shan Andri, mbyllë vetë. Na shan thash. Jo, armas na shan. Jo, thash na shan në sensin që E të shtu thuhet batuta kur flasim dy njëkohësisht. Ne do kemi shumë për të thënë. Qoftë për ne jemi Ametaj. Ne kemi këto që kemi. Jo, në raport me vërtetën. Se sigur kemi dhe ne, në raport me të vërtetën. Madje biles do them ndoshta versioni që si ka fare bën Ameta, ja kupton, as tjetër apo por do kemi shumë diskutime për të bërë si për dosjet që u folën, mund bëjmë dhe një cikël të shkurtër për disa për këtë. Çeshin këto Dyrnaja, Kajo edhe tjetri, gjithsesi, dhe diçka tjetër që ishte edhe ai raporti KLSH-s që përmendi zoti Ametaj, për cilën do të flisim sepse në mënyrë skandaloze, të paktën me çka kam lexuar unë deri tani, ka pas raste ku fëmijëve 2 vjeç mosh të mitur i është mohuar e drejta për t'u kuruar në spitalin onkologjik, paktën apo pediatrik në Shqipëri. Paktën me sa gjëra që kam lexuar, ka qenë skandaloze se si fëmijëve në spitalet tona u mohohet e drejta për t'u kuruar për smundjet që janë të onkologjikut, për smundjet të tumoriale. Ku ilaçi ka qenë dhe nuk ja kanë dhënë, dhe janë detyruar familjarët e të miturve, po flas një rast që është evidentuar nga raporti KLSH-s, janë detyruar të miturit të shkojnë të kurohen jashtë vendit apo në klinika të tjera kur ilaçi ka qenë, dhe një pjesë e mirë ilaçeve që kanë qenë nuk janë dhënë në shërbim të qytetarëve, dhe një pjesë, më fjalë, gjysma e tyre nuk janë dhënë dhe gjysma e tyre kanë qenë të skaduara. Pra më mirë mos ja kishin dhënë, sepse nuk kanë bërë asnjë efekt. Pra situata ka qenë tragjike dhe këto kur nuk kanë asnjë lloj brez ndërgjegje për edhe një fëmijë 2 vjeç, është të tmerrshme valla, për zotin. Është veshduar në kokë burr. Sepse nuk e di me fjalë kanë në këtë vend po shihet çdo gjë biznes, këtu ka vdek ndjeshmëria fare, humaniteti, as te kur vjen puna tek fëmijët, as për gjëra shëndetësore. Se unë e kuptoj tek pjesa e aferave, sepse këtyre u duket është këtyre normale, po një hall, një fatkesi që mund t'i ndodhi dikujt, pra një familje, një babaj dhe një nënë që kanë një fëmijë të mitur, të smur me tumor, dhe ta degdisin në vende të tjera duke pas ilaçe ti, duke paguar atë ilaçin që ke aty, duke mos ia dhënë atë ilaçin që ke aty, dhe ose duke ia dhënë në të skaduar. Kjo është tragjike dhe unë besoj se këtu spaku jo duhet shkoj, po duhet shkoj tamam si Trumpi, siç bëri Trump me Maduron me helikopter, ti marrin ta maskarën, jo ti marrin. Unë kam edhe më tepër se sa ti marrin, por nuk po përmend për shkak të kodit të etikës, por po dëgjon, është tragjike situata dhe unë nuk e logjikoja dot. Po mu desh ta lexoja sepse ka dashur Zoti që deri tani mos
të paktën mua ose familjarëve të mi mos ta Na ka përballim me tjerë. ruajtur me shëndetësinë. Zoti o Zoti, mos ta përballim me pjesën e onkologjikut ose me çfarë vuajnë dhe çfarë hallësh apo sikletesh ka njerëzit. Kështu që besoj se edhe për këtë do flasim. Flet Ametaj do flasim vetë. Po. Kështu që të dashur miq, na bëni like, subscribe, na sugjeroni te miqtë tuaj që janë. Faleminderit gjithë juve që na ndiqni, që na komentoni apo na jepni ndonjë ide për temat e aktualitetit që ne trajtojmë. Faleminderit që na sugjeroni te miqtë tuaj, por edhe falenderojmë te diasporën që na ndjek, duke pasur një lloj si thuash mos përputhje dhe orarësh, edhe për shkak të angazhimeve që ata kanë. Kështu që besoj do shihemi në një moment tjetër për një temë të caktuar, unë Ermali ose Ermali me të ftuarit e tanë që janë të përditshëm. Ju përshëndesim dhe bëni kujdes çdo ditë me shi apo me ftohtë, ruani shëndetin se asgjë tjetër s'ka më shumë rëndësi se sa shëndeti. Të tjerat pastaj politikanët ikin e vinë, edhe gazetarët. Mirupafshim.